Komuna e Prizrenit ka aktivizuar shtabin emergjent pas rreshjeve të vazhdueshme të shiut që kanë përfshirë territorin e qytetit, bën të ditur kryetari Shaqir Totaj përmes një njoftimi në Facebook, ku ka theksuar se vendimi është marrë për të garantuar gatishmërinë e plotë ndaj situatës së krijuar. Sipas kryetarit Totaj, shtabi emergjent do të jetë i angazhuar 24 orë, duke ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për parandalimin e pasojave që mund të shkaktohen nga rreshjet e dindura atmosferike. Ai ka apeluar për kujdes të shtuar tek qytetarët, sidomos në komunikacion, si dhe ka kërkuar që çdo rast emergjent të raportohet menjëherë në numrat zyrtar të shërbimeve emergjente. 112 linja e emergjencës, 194 ndihma e shpejtë, 192 policia, 193 zjarr fiksit dhe 0800 79199 kec. Kryetari Totaj u ka bërë thirrje qytetarëve që të qëndrojnë të sigurt dhe të informuar deri në normalizimin e situatës. Derisa lidhur me këtë shtab edhe për rreshjet e sotme, kemi biseduar me drejtoreshën e emergjencave Ramize Sinanaj Shala, e cila tregon se shtabi emergjent ka qenë, por për shkak të nevojave kemi freskuar me emra të rinj. Detyrat tona janë të jemi sa më afër qytetarëve. Pritet që deri në mesnatën e sotme të ketë rreshje shiu, kurse pas mesnatë të ndalojnë. Derisa më tani, ajo ka thënë se nuk ka ndonjë informacion për dëme nga shirat. Komuna e Prizrenit e ka pasur shtabin emergjent, mirë po tash është rifresku me disa emra për cilët disa drejtorë nuk kanë qenë të mëhershëm dhe tani kemi zavendësu me drejtorët aktual. Pjesë e shtabit emergjent janë edhe institucione tjera, siç është hidroregioni, ekoregioni e tjera, domethënë institucionet relevante dhe të gjitha drejtoritë komunale. Aktualisht nuk kemi informacione, mirë po në bazë të institutit, jam në kontakt vazhdimisht me institutin meteorologjik, edhe në bazë informacionet atyne deri në ora 22 do të ketë rreshje të vazhdueshme të shiut, ndërsa pas mesnatës duhet të bie intensiteti. Qirat pritet të vazhdojnë edhe në ditët në vijim.